Roli I logopedit të fëmijët me çrregullim të spektrit autik është shumë I rëndësishëm dhe kyç në zhvillimin e komunikimit dhe ndërveprimit social. Logopede Klea Rudi në një nga misionet Med Plus ka pohuar se këta fëmijë kanë nevojë për një ekip multidisiplinar. Mungesa ose vonesa në të folur është ekolalia, që është përsëritja e shpesht e fjalëve, se jo çdo fëmijë me autizëm nuk flet. Mundet me fol, mundet me pas çrregullime, mundet pas vonesë, por ka edhe shenja të tjera, kontakti me sy, mos reagimi ndaj emrit, jo domosdoshmërisht, nëse një fëmijë nuk flet, ose nëse një fëmijë ka ekolali, është me spektër të autizmit. Ajo gjithmonë shoqërohet edhe me shenja tjera, jo vetëm të çrregullimit të folurit, sepse një fëmijë me spektër të autizmit ka nevojë për një ekip multidisiplinar, jo vetëm për logoped, jo vetëm për psikolog. Rudi gjithashtu tha se është shumë e rëndësishme që trajtimi të bëhet sa më herët, sepse pjesa funksionale ka shumë rëndësi. Shpresa kryesore është që më bëj një intervenim sa më I hershëm. Në momentin e parë, domethënë ka mosha 2 ose 3 vjeçare që shën që ka vonesë në komunikim ose shfaq shenja të autizmit, atëherë është mirë që më ju drejtu ekipit profesional. Sa më herë që të bëhet intervenimi, çaq më shumë shpresa ka për fëmijët që me arrit atë pjesën funksionale, sepse ideja është që ata më bëu funksional, me nuk përshtat neve, jo na më përshtat stilit të tëra. Sepse ata nesë mas nesë kanë më rrit edhe duhen me kry nevojat e tyre vetë, jo gjatë të pas një terapist ose një prindin ose dikon të familjes ose një asistent afër vetit. Ideja është që ata më bëu funksional. Sa më herët është çaq më mirë. Puna me fëmijët që kanë çrregullime të spektrit autik është shumë sfiduese. Kjo pasi secili trajtim kërkon kohën e vet dhe rezultatet nuk janë të njëjta te asnjëri fëmijë. Sfidat janë të ndryshme, më varet edhe në çfarë shkolle është. Ka që ki sfida shumë pi më të thjeshtave deri te më të rëndat. Ka që nuk flasin fare, ka që kanë pjesën e ekolalisë që shumë I kum pa shumë profesionistë që e zojnë si problem shumë të vogël, në fakt është problem shumë më kompleks se që duket. Jo me çdo fëmijë, jo me çdo rast është trajtimi ose kozgjati I njëjtë. Nëse e kanë edhe problemin e njëjtë, në përgjithësi trajtimi nuk shkon njëjtë. Varet qysh bashkëpunon me terapistin, sa punon me prindën shpe, na mundohem më të mirë me bu për krejt fëmijët, nuk e kena që I veçojmë ose me spektër ose me ndonjë çrregullim tjetër, mundohemi dhe më të mirën pi vetës që më arrit një rezultat. Nuk mundesh kurrë në asnjë moment ti më ditë që një fëmijë të vjen me çfarë do lloj çrregullimi dhe I thup brenda 3 muaja fëmia jot ka me të fol. So, realisht na mundohem terapin me ashtin rutinë që ai me ditë që ka më ardh, ka më I bë, ka më mësu me fol, ka më mundu me nxjerr një tingull ndoshta veç për një kohë shumë të shkurtë të nxjerr një tingull edhe pastaj mundet me stagnu. Kështu mendoj që edhe bashkëpunimi me prind është shumë I vlefshëm, sa më shumë bashkëpunim me prind, se na kemi në seancë 45 minuta gjatë ditës, prindja ka 24 orë, mendoj që bashkëpunimi me prind shkurton edhe atë kozgjatjen e terapisë. E për një sukses të mirë, logopedia Rudi vë theksin të bashkëpunimi me prindrit, që fëmijët të mos ekspozohen para ekranit, të ushqehen pa sheqer dhe të respektojnë këshillat pas secilës seancë logopedike të fëmijës. Pyetja e parë që e bëj, po kështu të ndjen është ekrani. A janë para ekranit, para teknologjisë, telefonit, televizioni? Pse? Sepse ata I stagnon në gjuhën të folurit, sepse telefoni ose televizioni flet pa pas në nevojë me komuniku me ta. Pastaj kemi, kur I bojmë shumë pyetje të shpeshta fëmis, nuk kena nevojë mi bombardu fëmin me 100 pyetje, sepse për humbet edhe neve me na bo pyetje që tash nuk kena nevojë mi ja presion, duhet me prit përgjigjen, sepse ai edhe ndihet nga ngurrja, mundet edhe mes me komuniku me ty. Një san tjetër që edhe unë edhe këto e kena shpesh në për konsulta është edhe ushqimi. Studimet shumëta kohëve të fundit, jo veç kohëve të fundit, po edhe më përpara kanë kallëzu sa ndikon ushqimi në zhvillimin e trurit të fëmijëve. Sa më shumë proteina, jo ushqime të shpejta, jo ushqime të jashtme,
Jo sheqer, sepse sheqeri t'jep energji të tepruar, edhe ushqimi është një pjesë shumë e rëndësishme. Kur një prind përballet me një problem zhvillimi, sikurse janë çrregullimet e spektrit të autizmit, prindërimi bëhet edhe më i ndërlikuar. Prandaj krijimi një rrethi personash të cilët mund të ofrojnë ndihmë dhe mbështetje është i një rëndësie të veçantë. Ndihmojnë edhe në gjendjen emocionale të tyre.